بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falënderojmë, prej tij fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe salamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirën të dërguar, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri Allahut, nga suneti e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke i shoqëruar këto dishpallje me komente të dietarëve të muslimanëve. Jemi me librin e Imam Bukhariut, të cilin e ka veçuar me hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam mbi edebet, tërbijet, edukatat dhe udhëzimet të cilat duhet t'i ndjek besimtari që të llogaritet në udhëzim të plot në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pasi përfundoi Imam Bukhariu kapitullin e zullumeve dhe padrejtësive që mund t'i bën njeriu vetes dhe të tjerave, vazhdon me një kapitull të ri, të cilin ka quajtur babun kefaratul marid. Kapitull shlyerja dhe pastrimi që i bëhet gjunaheve të sëmurit. Besimtari kur vjen në këtë jetë, Allahu Gjellola i jep shëndet. Shëndeti është vetë jeta. Do ti nëse ki shëndet, mund është me jetu normal, me vepru normal dhe me funksionu. Ndërkohë që vjen sëmundja dhe ta turbullon dhe të trazon nga rehatia që e ki dhe të shqetson. Allahu Gjellola pse e ka bërë sëmundjen? Sëmundjen e ka bërë për një varg urtësish. Prej tëre është që të dihet qimeti i shëndetit. Dhe prej urtësive që i ka bërë Allahu Gjellë, që të vinë në këta hadithe, është që në përmjet sëmundjes të pastrohet besimtari prej zullumeve, mëkateve, padrejtësive të cilat do e mos do të bijen dhe do t'i bën ato. Andaj pasi që përfundoj me kapitullin se besimtari s'dut me bo zullum, dhe se zullumi e ka përfundimin e keq, dhe se nuk ka mundësi njeriu me hyje në xhenetin e Zotit Gjelle Gjelalu duke qenë ai zullumçar apo duke qenë ai padrejt. Atëherë ka bërë një ndërlidhje mes kësaj dhe rrugëve të cilat i hap Allahu në këtë dunja që të pastrohet muslimani prej padrejtësive. Pra, pasi që nuk ka mundësi asnjëri prej neve që të jetë i pastër deri në maksimum, sado që mundohet ka me vao padrejtësi, nga se ka ego, ka epsh, ka të kanme, ka teka, ka interesa. S'ka njeri pa interes. S'ka shumica e njerëzve kur diskutojnë për interesin, ata din me thanë se filani e do filanin, apo filani është interesgji, apo është tekanjos, apo e këshir punën e vetë, veç interesin e vetë. Mirë po, edhe folë që është i njëjtë, ndoshta doza dallon. S'ka mundësi njeri me ekzistu në dunia vetë se ka interes. Vetë fakti që ushqehet dhe pi ujë dhe merr nga të mirat e Zotit Gjelle Gjelalu, dhe ajo është interes, ajo është një dobi. Pasi që njeriu është i përzihen në mes këtyre gjërave, kur i merr interesat e veta, ka mundësi i merr ndosë të tepruar edhe i bën zullum vetvetes apo i bën zullum dikujt tjetër. Si pastrohet për kësajna? Njëra prej mundësive të pastrimit është sëmundja. Megjithëse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk e ka preferuar njeriu që ta kërkon sëmundjen, madje ka bë dua që Allahu t'i jap shëndet. Ka bë dua dhe është e preferuar që çdo ditë që ka ardhur në mburojën e muslimanit në transmetime të shumta nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se çdo sabah edhe çdo mbrëmje ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ka thënë o Allah, ruma trupin, jepëm shëndet në trup, jepëm shëndet në sy, jepëm shëndet në të pamur, në vesh, e kështu me radhë. Mirë po, sëmundja troket, me dashje apo pa dashje. Tani neve shpallje na mëson, kur të vjen sëmundja si me pas marrëdhënie me këtë sëmundje, a me u shqetësu, a me u likështu,
amera apo me e shfrytëzue për pastrimin e mëkateve dhe padrejtësive që ne i bëjmë në jetën e kësaj bote. Thot Imam Buhariu, babun kefaratul merid, kapitulli pastrimi dhe shlyerja e të sëmurit. Ka nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, thot se nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka dhënë hadith, ma yusibul muslime min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkata yashakuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadith, nuk e godet muslimanin as një lloj lodhje, dhe nuk e godet muslimanin as një lloj sëmundje, dhe nuk e godet muslimanin as një lloj pikëllimi, apo brenge, apo lëndimi, apo shqetësimi, deri edhe therra, gjemba që i ngjitet në këmbën e tina, vetëm se me këto kur goditet, Allahu e pastron pe gjunaheve të veta. Po shikoni, njerëzit kanë çaste të ndryshme ndaj sëmundjes. Pse Zoti na çon sëmundje? Pse Zoti nuk na le? Madje ne do ta shohim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili s'u ka smu kurr. A e ka llogarit pejgamberi sa këta vlerë, apo e ka llogarit pa vlerë? Apo e ka llogarit rrezik? Do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Para kësajna, shikoj çka thot alayhi salatu wassalam. S'ka diçka që godet muslimanin prej lodhjes. Edhe lodhja që ti e ndjen ndonjëherë, Allahu shpërblen për ta. Allahu paguon për ta. Nëse ti ke një jetë, nëse ti e di se kjo lodhje s'ka ardhur kot, nëse ti e di se kjo lodhje nuk ka ardhur kuturu, po ka ardhur me urtësi, pse Zoti ka leju që muslimani mu lodh? Apo e ka leju që ti të bash një jetë në ta mu pastrua. Nuk e godet muslimanin as një lodhje dhe as një sëmundje. E kjo është për qëllim ajo që e ka sjellë Imam Buhariu hadithin. Çka ndodh kur ti të kap sëmundja? Sëmundja është çrregullimi i rregullit të zakonshëm të fuqive të njeriu. Pra bien takatët prej brenda dhe prej përjashtë. Dhe njeriu nuk e ka mundësinë që të funksionon dhe të jeton në normalitet, me zell, me mundësi, me takat, me aftësi, për shkak të pamundësisë që ja shkakton sëmundja. E kjo sëmundje ka një urtësi. Cila është urtësia? Kapitulli që i ka sjellë Imam Buhariu, duke i lidhur me kapitujt më herët, cila është se ne si besimtar bëjmë gjunahe, bëjmë gabime, bëjmë mëkate, bëjmë zullume, bëjmë padrejtësi. Allahu kur e don i rob dhe don me pastru, i çon të lashe. Prej të lasheve që ja çon janë sëmundjet. Sëmundjet e ndryshme, kokdhimbjet, griprat e ndryshëm, madje sëmundjet matrana, që kush do të vim na te disa prej transmetimeve nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj nuk duhet të marr sëmundja për shqetësim të madh. Po dush me lut Allahin me dhon shnet, me lut Allahun me shpitzu këtë shnet, po ne kemi pa shumë njerëz të cilët janë më mirë njohës ndaj Zotit kur janë të smut se kur janë shëndosh. Sepse në shëndet ka takat, në shëndet ka epshe, në shëndet ka shpërqëndrim nga e vërteta, në shëndet ka katrahur në humbjen e qëllimit, ndërsa kur smuhet njeriu i bien të gjitha mundësit, i largohen të gjitha takatët dhe mbetet aj dhe më sëmundjen e vet. Po këtë arsye shpesh njerëzit përgjorohen te Allahu xhelel xhelalu dhe e lutin që Zoti t'ju jep mundësi me e kalue këtë sëmundje. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e godet muslimanin as një lodhje. Dhe shiko, lodhja, para se të kalojmë te sëmundja, lodhja të ndëruar xhamatli merret parasysh vetëm në Islam. A jashtë Islamit nuk merret parasysh lodhja. Për shembull, ti punon me punë, ki akt kontratë. Çfarë do lloj pune që e bën? A ka dikon që ty të paguajnë kur të lodhesh më shumë pare? Jo. Po ti aktin me atë shefin çka e bën, me atë dhënësin e punës çka e bën, çka e bën? Si e bën? Masos që këtë punë të paguaj. A je lodh, as je lodh, ajo është çështja jote. Ti shkon për ditë në punë. Ti ka mundësi një ditë lodhësh shumë, një ditë më pak. A thojnë të puna, sot kanë e lodhë ma shumë,
ditorën pi 1.000 dinar, 5.000 dinar kene me ta bo. Pse? Kanë e djerësit, kanë e lodh. Jo, ti rogën e merë se e ki kontratën, pavarësisht a je i smut, a je i lodh, a je i raskapit, ti paguesh për veprën qka je marrë vesh me u pagujt. Ta Allah nuk o qashtu. Ta Allah u gjelonë çdo lëvizje. Nëse ti ki një jetë të mirë paguhet. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma yusibul muslime min nasab. Edhe lodhen ta pagun. Kush ta pagun lodhjen? A ka dikush me thonë ti për shembull, dëni firmë, me thonë na firmën tonë, nëse e kryni punë dhe ki takat, ta pagujmë 1.000 dinar. Ama nëse i pak ma i dopt, e për të njëjtën punë çka ti e sos, ti lodhësh shumë, raskapitësh, ne e pagujmë 3.000 dinar. Jo, marrveshja bëhet me sos punën. Sos e punën merr i parët. Ti i thu, a be unë e mor një hafsën që unë në kam. Më falë, po unë, që të bajone? A ka dë një shef që të thot, sa ki pushu mas punës që e ki, valla një hafsën nga narë në veti, që edhe 7 ditë parët. Jo, e Allah thot po, ma yusibu min muslimin, ma yusibu el muslimin min nasab. Edhe lodhen që ka e ki ta pagujna. A e lodh për neve, a e lodh për shpërblimin e Zotit xhelel xhelal, po, edhe për punën pagujna, edhe për lodhen pagujna. Thot Allahu xhelel xhelal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala wasab. E as nuk e godet një smundje. Nëse e godet në një smundje, edhe vazhdon besimtari me bo vepra, mirë po smundja e rëndon. Sikur që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, në kohën kur ka qenë i smut para se me ndru jetë, i ka thonë, mu më dhem koka sa 2 koka pi juve. Mu më dhem kryet sa i dhamin 2 njerëzve bashk, që atë dhimë me morë me më dhanë muhe. I ka dhimë koka shumë pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kjo ka qenë qfarë? Kjo ka qenë për ngritje në shkallëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë alayhi salatu wassalam, wala hemmin, nuk e ka besimtari dhe një hem. Hem qka është? Kur kish qëtësim për diçka që shkimi abo e në të ardhmën. Hem, e po, zakonisht ne e përdojnë në gjuhën tonë, hem, qa me botash? Mendohet njeri ju. Hem. E, kur ka njeri ju shqetsim për të ardhmën, qysh me janë nëzirë të saj pune, qysh me esos që këtë punë, para me ndo, Allahu gjele gjatë pak mu dhët, a i të shqetsu qysh me ja dalë, halalit, a i të shqetsu qysh me dalë sa ma mirë, a i të shqetsu për evladin tanë, a i të shqetsu për familjen tane, a i të shqetsu për veprat e tua, farze dhe harame që dush me ndalë. Edhe për shqetsimin që ka e kina, në të pagujna. Ta shpërblejnë Allah. Ditën e gjykimit ti nuk e shë, Allah të anëzirë, ti që ka shqetsim ki pas? Matja shqetsimin. Shqetsimin ta matë dhe ta pagun. Pas e ka thënë, wala huznin, dhe nuk ka ndë një mërzi, piklim e për të kalumën, për të kalumën që ka kalu. Nuk të rogë ndë një mërzi, ndë një piklim, e cila është e lejume me u mërzit për ata. Allahu të pagun që të ka shqetsu, të ka merakos, të ka nxjerr nga normaliteti. Pas e ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe nuk goditet besimtari nga një lëndim. Njerëzit mendojnë se këtë është kuturu që ti lëndohesh. Kur dikush ta thot një fjalë të ranë, kur dikush të shah, kur dikush të ofendon, dhe ti lëndohesh, dhe ti prekësh, dhe mërzitesh, dhe ndihesh i ofendum. Po kjo nuk shkon kot. Allahu të paguon për ata. A e dini se për çdo sen që e kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i është regjistruar problem. Çdo sen i kanë thonë magjistar, i kanë thonë budall, i kanë thonë ki prishi njerëzit. Çfarë i kanë thonë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerit më të mirë fytyr tokës. Por krejt e paguon Allahu xhelel xhelal, krejt e paguon. Krejt e ka kthye Zoti jon te bareke ve teala. Edhe çdo besimtar i thjesht që ofendohet dhe lëndohet pa hak pi dikujna, ai paguhet për ata. Ai paguhet për ata. Mirë, po njerëzit janë të ngutshëm. Momentin që shka e shan dikush ki mundohet me e kthi me çame dhe e lën dunia. A me lën ahiret? Veç Allahu jo e disa paguhet ajo, që ti e ke marrë mrena. Sikur që është hadithe, ai i cili lëndohet dhe prekët pa hak dhe e mbledh mllefin e shtim bark, a ka mundësi me e kthye? Allahu gja e thirë para këtë njerëzve ditën e kiametit, e hacë këtu. Se kërkush se ka ditë se çka ke shtitin bark pi lëndime dhe sharive, eja këtu të pagujna.
thot pejgamberi alayhis salam, dhe nuk e kaplon besimtarin ndonjë gëm. Gëm është lloj merakosje, është brenge e shqetësimit se çka ka mendodh e kështu me radhë, apo kitën i siklet. Kjo janë të ngjashme njëra me tjetrën. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse edhe pa hiri, pa kast, pa vetdijen tane, therr ndonjë therr, shpon ndonjë xhemb, thot alayhis salam, krejt këto si cëla një ka një, edhe bashk, vetëm se Allah për si cilën për tëre jashtë linë ka një gjuna. Për si cilën për tëre jashtë linë ka një gjuna. Pse? Sepse ti kur je tu shqetsu për e mrejna, Allah u gjithat pagun. Do ta jetu shqetsu, po, për shka jetu shqetsu? Për këtë pun. Jam të shqetsu qish me ushi familjen me halal. Na kena me të përbly edhe që i fiton për halalit, edhe që i shqetsuot për me ushi për e halalit. Kur ti të ofendon dikush, pa hak, edhe ti e man mrejna, se shumë pinca prej njerëzve këtu e ngatrojnë këtë mesele. E lëndon dikush, kia thot këtë lafët, edhe apet vazhdon me menu që a i bom zullum. O i ndërum, po ti këtë ja thave, qka i të prit mo? Ti këtë ja thave, sikur që i tha penga me sa me Bubekrit. O e Babekër, ti deri sa shu ishe, tu të ofenduaj tjetri, me laqët mbrojshin. Kur janë se vetë më mbrojt, me laqë largohet. Apo do vetë më mbrojt, mbrojo. Apo do vetë me akthi, këthaja. Ama mos, ti nuk munësh edhe vetë, ka babai edhe Allah i mu ka me mnimu. Jo, Allahu i nimon të doptit. Allah i nimon të doptit. Ti apo dhune vetë, mu i me kryje vetë. Po këtë asë ju shiko për nga mërë islam çfarë thot. As njana prej këtyre veprave, prej lodhjes, dhe sëmundjes, dhe shqetësimit, dhe mërzijës, dhe lëndimit, dhe merakosjes, edhe gjembi që ka të pahirit shpërthen, dhe thumbon, dhe të grith, Allahu ta ka një gjuna. A sa gjuna e ti kena la? Sa gjuna e ti kena la? Wallahi, ta në vitin, ka një gjuna me e bo, banja e sa vetës 365 gjunahe në vit. Cili për neve i ka një gjuna. Banja e sapin sa vjet i ke bo, edhe logaritë deri sot sa ke mrije. Ka një gjuna në dit, sa pendime i dash mi bo. Sa pendime i dash mi bo. A cili i ka një gjuna në dit, 365 ka nja, ka 2 gjunahe, ka 3 gjunahe, që ka shumëzimi kur bëhet me 365, ka 4 gjunahe, ka 5 gjunahe. Po ti veç dhe në qarshi me dal, Allahu e din sa kalabalëk gjunahe i merë në kesën tane. Veç Zoti i madhe ti. Ti veç Facebook kur he, veç YouTube kur he, veç në qajtore kur he, veç një Zoti i madhe di sa kalabalëk gjunahe merë. Apo? E për këtë arsye, Allahu qënë lodhje, sëmundje, merakosje, brenga, shqetësime, mërzia, gjemba. Pse? Me të pastruhe. Me të pastruhe, du të me të e këto gjunahe. Me të e këto gjunahe. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ka do njëra prej këtyre, vetëm se besimtarit Allahu ja e nga një gjuna. A ne mos u shqetëso në kuptimin se tash pse mu smuja, pse unë e mu lodh, pse unë me brenga, e pse po ban gjuna, pse s'pe ban që këtë pytje, ti me lakësie, me laqësie, fakti që po ban gjuna, du ma që brengën. Andaj shiko për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam ka dhe në hadith, en nedemu të ube, me të arë keq për gjunahin, o të ube. Një njëre ka bu një gjuna, edhe i vjen keq. Keq ardhja, ka thënë alaihi sallallahu alaihi sallam, është të ube. Pse është keq ardhja të ube? Se i të hangër vetin. Qëka i të thonë? E na të hangër vetin. Kur e ha vetin, s'të ha gjunahi. Nëse se ha vetin, të ha gjunahi. Zgjedhe cilë e do më konë. Ma mirë haje vetin, se me të hangë gjunahi. Ma mirë haje vetin, myte vetin me pendim, shqetsoje vetin me pendim, shqetsoje vetin me brenga. Pse o Zotit i bona gjuna? Pse Zotit i bona mëkat? Pse nuk e fala farzin vakt? Pse nuk e bona detyrën vakt? Haje vetin, shqetsoje vetin. Kjo kitë logaritet pendim. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, asnjëra prej tyre nuk i ndodh besimtarit vetëm se i ashlyjen Allahu xhel xelaluhu prej gjunaheve. Gjithashtu, ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij në vazhdimin e haditheve, tregon njëri prej tabeinëve, thotë kanë qenë me Selman el-Farisiun radhiyallahu an, thotë i cili e vizitoi një të smur. Pro shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam ka shkuar e ka vizituar një të smut, e që do të vim të hadithet e vlerës
të vizitës ndaj të sëmurit. Vlerës së vizitës ndaj të sëmurit. Thot, dhe kur hyni te ai, i tha ebshir, myshde, gëzohu. Zakonisht njerit ku t'i shkojsh në smundje, mirë po, kjo nuk vlen për njerëzit që s'janë të gatum dhe të përgadit me i dhanë myshde kur ai smut. E ka mundësi njeriu më ka një smut dhe mi thanë atina, hajtë që Allah i t'i lanë gjunat, mos u mërzit, ka mundësi e marrë me t'keq, apo së ne kupton, apo se ka që ati manë. Mirë po, Selman el Farisiu e ka ditë se personin fjallë, ka mundësi me kuptu këtë fjallë. Edhe ja ka thonë, qka i ka thonë? Shiko këta si e kanë menagjue smundjen, qysh e kanë pa smundjen? Ka thonë, ebshir, fe inne merad el mu'min, je gjaaluhu Allahu lehu keffara, wa musta'teben. Ka thonë, Selman el Farisiu radhiyallahu an, ka thonë, gëzohu, dhe për gëzohu nga smundja që të ka ra. Sepse sëmundja e besimtarit është ajo me të cilën Allahu i mundson me u shlypi gjunave. Ta ka që zotin i smuje, Allah i shërof të gjithë të sëmundë muslimanëve. Mirë po, dush me shfridzu e rastim, shfridzoj e rastim. Ta ka që Allah një musibet, një sprov, një mërzi, shfridzoje se dhu, vallaj unë e kam një mëkat, se dia mu ka fal, a ma ka fal Zoti. Inshallah që kjo mërzi ma hek qëta, inshallah që kjo smunje ma lanë qëta, barëm pastronat qëta me qëta. Ama ti të vjen mërzia, ti edhe një herë mërzit është pse mu po mrokin mërzit. Kjo mo nuk ka kuptim. Andaj shfridzoj të lashet që të vinë me u pastru për i gjunave. Ka thënë, më vërtet Allahu kur ja qonë besimtarit një sëmundje, ja shlyn gjunave. Dhe minjëre që i ka thënë, ua musta'teben, ka thënë dhe i ka thënë vak me u menue. E ki po kur je i sëmund shtrat, qka së të bjen dërmen? Je i dopt, je i ult, edhe thu, vallaj filanit i kumin hak. Se kur je në gjallë kështu, dinamik, kujton që ti je kabadaia i devotshmi që kërkujna si kihinë në hak, asë njerë një jetën tane. Ama nuk o që ashtu. Po ato të hup dinamika, ato të mashtru dinamika. E dinamika dhe zhvillimi i shpejt i jetës nuk le mu pendue. Ka thonë Selman el Farisiu radhiyallahu an, i ka thonë këti vllajit musliman, ka thonë gëzohu, se ki vakt me lip allëllëk, ki vakt mu pendu. Shtash e di krejt, me list, filanit i ka min hak. A ka be mundësi të lipi allëllëk? Se ka mundësi shkoj në akhirat? Ka mundësi nuk jam mo? Dhe të me lip allëllëk? Për këtë asyje shiko që ka thonë, wa musta'teben, ka thonë dhe Zotë e ka që këtë smuje me marë logarin e vetë vetës. Të kujtohen gjunat. Ketë komplet, se ki vakt me menu. Ki vakt je i smut, ki vakt me menu. Krejt trupi është duke ushqetsu për e smundjes, ama truni punon. E me atë trun që ti tash nuk e kitë angazhum në botën e jashtme, fillon me e këthi memorën e gabimive tua. E kur ta këthesh memorën e gabimive tua, dush me botove. Pasaj ka thonë, wa inne marad al fajir, kel ba'iri, akalahu ehlu. E vini re. Ka thonë, e smundja e njerit prësht, smundja e pabesimtarit. Ka njeri o pabesimtar, apo kriminel Iran, edhe smuhët. Kise dilë se asmuhe. E që fatkecisht shumë për njerëzve i ngjajnë kësaj që e ka përmen Selman el Farisiu radhiyallahu anhu, Zotin arrujt. Ka thonë, ai i cili o pabesimtar dhe është mëkatar Iran, ka thonë ati kur i bes muja, a i di kujt i ngjanaj. Ka thonë i ngjani devës kur e lidhin zotnia i vet. Pastaj thumë me arsëlu, pastaj e zgjidhin dhe e lirojnë. Fela yadri lima uqil wa lima ursil. Ka thonë ai nuk e di pse e lidhën e pse e zgjidhën. Mi vetë do njerëzi, pse tras muja, një grip Iran ishte, po pse be ishte i qaç Iran? Kush e qoj qaç Iran? Por çka e qoj qaç Iran? Ta ka qua Allah me të pastrupi gjunave. Ama ka thonë Selman el Farisiu, plot prej njerëzve smunjën si e marin, si devën kur e lidh. As nuk e di pse e kanë lidh, as nuk e di pse e kanë zgjidh. Sepse për me ja dit pse ka ardhur smuja, du të me dit pse ka ardhur shëndeti. Pse ti tankon ki takat? Pse ki shëndet? Nëse e di gjevapin kur je i shnosh, edhe kur smuhesh ki me dit. Ama ai shka i humb kontrollën kur është i shëndosh. E nuk e di pse ai shnosh. E nuk e di pse Allah i ka dhënë takat. Allah i ka dhënë takat me boj ibadet Zotit xhelle xhelalu. Allah i ka dhënë takat me fal namazin me rregull. Allah i ka dhënë takat me agjërue. Allah i ka dhënë takat me fitu halal. Allah i ka dhënë takat me i kry detyrat që i ke marrë në këtë dunja. E kur e dit ti pse kam shëndetin, kur ta merr Allah thu tamam unë e di tash.
Ta është kjo rrimarrje vetvetes në gjunat e mia, në gjunat e mia. Nëse shiko, si cili njeri, çfarë do lloj firme çka e ka, në fund e bën një llogari. E smuja që e llogaria, nalë pashtash. Një vjet unale hiç, e tash e ki smunjen, ajde tash merr llogarin. Ama njerëzit çka bojnë kur janë smut? Mendi ka çnoshet më shpejt. Në rregull është kjo, mirë po nalu pak, nalu. Pse Zoti më smujti? Allah mundu mos më smuj hiç. Allahu xhallahu mundu mos më smuj hiç. Ka kafsh kur nuk smuhen. Ka njëri smuhet, për çfarë arsye? Ai kafshës nuk janë ngjit smujen, ti ta kanë ngjit. Për me tregu Zotit diçka. Sa ajo s'ka çka më mor llogari, ti ki më mor llogari. Për këtë arsye ka thënë Salman al-Farisiu, i ngjan shembulli atij i cili nuk e di pse ka shëndet dhe nuk e di pse ka sëmundje, sikur ai i cili e ka një deve. A e di devja kur janë në konopin pse janove? A e di? Kur ja hek konopin, a e di? Kali, ja lidh ti frenat, a e di kali me thonë, tash mi kenu frenat, tash mi ke hek frenat. Jo, nuk e di. Kështu janë disa njerëzi, vend shëndeti, vend smundja, vend parja, vend skamja, a që se di? As kur ka pare se di pse ka, as kur s'ka se di pse s'ka. Dhe ju i dhohen Allahu xhelalu. Ka njerëz që kur ju bes smundja, ju i dhohet Allahit. Po kum gjatë me thot kësë muje, stashun e 1 milion puni kam. Po ti nuk i bet boshti tokës. Disa njerëz janë në atë mendje madhësi, sa mendojnë se aja të maj tokën. O insan, ti kur vdesësh, bava ki sa njeri ka mu gëzue. Ka mu gëzue njerëz. Mos e mendo vetën, kum gjetë muje s'muja tash. Po të ka gjetë s'muja që atëherë momentin matë saks ka mujtë me të ardhë. Matë sakë që ka mujtë ardhë. E në të shojmë tani, se dikush mundet mu lasdruhe, e mund më shkumene me thonë, elhamdulillah, Zoti kur s'mundjes më ka quhe. Ama kjo nuk është gjithmonë përgëzuese. Do ta shohim pastaj në hadithet e radhës me lenin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka një hadith nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Vazhdon belaja me godit besimtarin dhe besimtaren. Fi jasadi wa ahlihi wa mali. E godet belaja në trup, në familje, në pasuri. Që janë bela? Godet në trup, godet familje, godet në pasuri. Cili e mesazhi? Cili e mesazhi? Me të prek ti dikush kështu me dorë, ka dale, pa të lëndu. Qka ti e këthen krije, thu? Qka ki? A të thira, po? Vesh pak me të prek me dorë. Vesh me thonë dikush, ajde pak tu, ose aje mirë, ku tani zanin, edhe të prek mën, ti këthen krije, urdhë, qka kije? Qish mund gjitha jo smujem grip mjarë besimtarit? Apo në zotë smujem matrana? Apo Allah u gjesë provon pasuri? Apo Allah i qonë problemet ndryshme? Gjitha i zaj sprovës, ki thot qka të ndodhve? Po jo bese ti një fmi me të lujt në bord, ti shqetsodhu, i kujnave ki fmija? I kujna, i kujshijes, i kujna, shqetsohesh me njerë, apo gjitha jo sprovët ka arpi Allahit, Allah s'pe ledzona. Kjo mesazhi i Zotit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vazhdon belaja me trokit të besimtarit. Ka të thirr, ka dale. Pse ta çon Zoti smujen? Pse Allahu gjithë sprovon me pasuri? Pse Zoti sprovon familje? A tu të kallëzoj diçka nuk ka rregull. Thot Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, unë kur e shoh që gruaja s'u mungon, unë e di që i ka bë Allah i gjuna. Unë e di që Allah i ka bë gjuna. Ky ka dash me bë kritik me veten, por ndryshe kjo nuk ka argument për gruajën. Se gruaja kur se ngon burrin ka hadithe. Ka hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se e mallkojnë melek të Zotit xhella xhelalu. Ama ky njeri e ka kontrolluar veten. Ka thonë pse mos më ngon gruaja? Baza me mgu gruaja. Ka thonë sigurisht unë e kumbona e gjuna, e Allah e ma ka marrë dëshmërinë e gruajës. Kështu i kanë pa punë. Për këtë arsye kur çon Allah i smundje në trup, kur çon bela në familje, kur çon bela në pasuri, çka thot alayhi salatu wassalam, vazhdon Allah me sprovu besimtarin, hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alayhi khati'atun. Ka thon vazhdon mi çu bela pas belaje, bela pas belaje, që ta zatet të takohet me Allahin pa asnjë gjuna. Apo sikur kur ta fshin dikush rrugën, ta pastron rrugën, ti e plot pluhën, plot llum, plot mëkate, plot padrejtësi. Allahu çon bela, thot mos më hajde me këtë llum.
Mos hajde, nuk i takon me shku te Zoti me llom. Shiko ti kur takohesh me dikan me rëndësi, apo veshesh pak më mirë. Ndarse me shku e thu, ej, veshnave pak se ki ka gzim, mos ti shkoj bashkë ashtu. A mush me paramenu me taku Zotin e Madh xhelle xhelalu? Me taku Zotin e Madh, ati je plot po drejtësi. Sa njeri a lut kundër tije, e ti ala me në shkone ka me shku të Allah dhe ka me mprit muhe me qëllim të kuq. Jo, e ndërun, duhet me të ardhë belat, pas belaje, halallëke me lipe mu pas trupi mëkateve, për me shku të Zoti i pastër. Allah në pasur për kita mëkateve, ja Rabbel Alemin, për kita gjunaheve, për kita padrejtsive, mos në e zen dikush kamën drejt gjenetit ton te Allahu subhanahu wa taala. S'ka ma ketë se me shku te Zoti me mëkate dhe gjunahe dhe krime. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, vazhdon besimtari mu sprovu në trup, sprovohet në familje dhe sprovohet në pare. Pse i ka përmend këto trija? Që këto trijat janë që njerin e shqetësojnë shumë. Trupi vet, familja vet, gruaja dhe evladët dhe pasuria. Kur sprovohet këtu, sprove madhe është kjo. Ti me e gjetë një njëri smut, ta masa trupi jotë, thu, Allah e shnosh inshallah. Ama kur smu është ti, kujton që kitë dunja jo ka smue. Kur sprovo është ti, kujton që kitë dunja jo ka sprovu. Ja nuk ka sprovu krejt. Ju ka sprovu krejt. Mirë po për shkak se ta ka prek qenjën tëre, atëherë edhe sprova ka qenë ma e goditshme. Tani e ka sjellë një hadith tjetër Imam Buhariu rahimahullahu taala për treguar një kategori njerëzish që mos lëm keq kuptime. Çka nëse nuk smuhet njëri hiç? Pis se ka lind, se ka rrok as një smuje. A o shenjë mirë, a o shenjë keqe? Do ta shohim tani nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu an se një ditë për ditëve ka ardhur një bedevi. Bedevi e kemi përmend, Arabi, llogaritet një njeri i cili jeton shkretin, s'ka nga kultura dhe nga qyteti, as traditën, e as marrëdhënie me njerëz, e as raporte, a jeton jetën me bardh edhe zi. E ka devën e vet, shatorin e vet, edhe qillën. S'ka diçka tjetër. Nuk din, nuk ka sjelljet holla. Çashtu që ka krijuar Zoti te bareke ve teala. Jaa Arabiyun, ka arki nomadi kishte shtektari te pejgamberi alayhis salam. Edhe i ka thonë pejgamberi alayhis salam, hel e khadhatke Mildem. I ka thonë pejgamberi sa më dhe i ka fol me gjuhën e vet. Arabët i vendosin disa prej emrave të ndryshëm së mundjeve. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, at kanë kap ty doniherë ethët e temperaturës? A je smuna i herë? I ka thonë pejgamberi alayhis salam, i ka thonë njëri, wa ma Mildem. Ka thonë, çka është kjo? Çfarë smuje o kjo? Se ka ditë çfarë smuje o? Kur su ka smue? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, harrum bainal jildi wal lahm. Ka thonë zëndësia i nxehti që e ka në mes lëkurës dhe mishit. I nxehti mes lëkurës dhe mishit. Ja ka shpjeguar çka është, s'ka ditë çka. Ka thonë jo kur s'm ka rrok. Kur s'm ka rrok. Dhe këta ka llogaritë më, nuk smuna une. Thuti se smuna e ka ndor. Pastaj a ka njëri smut që ai e ka zgjedhur mu smu? Jo, Allahu që ka sprovue. Ama janë disa njerëz që ashtu thot. Apo nuk smuna une let. Dhe me ky me digitron e ka. Nuk smuna une. Apo po nuk ka vend dorën tonë, smuja vjen pa dëshirën tonë. Ka thonë jo, kur s'm ka rrok. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, fa hal sudi't? Atë ka dhimt krija dë njëherë. A banën pak koka me të pasdhim dë njëherë. Dhe vini dhe të ndëruar gjëmërli. Shiko pejgamberi alayhis salam, dhimtat e kryjes, thot, temperaturën i ka bo normalitet. Kë normala, dhe njerë me dhim krija. Apo, o qëfar krije ki mënajna që s'dhem kur? Qëfar krije ki mënajna? A e ke lo trunin dë njerë me dhim pa krija? Jo, kur si ka dhim krija? Thot pejgamberi salam, wa hal sudi't? Atë ka dhim krija dë njëherë. Kale, wa mas suda'? Ka thënë, shka me dhim krija? Si qysh dhim krija? S'ka di s'ka qysh dhim krija? Atëri ka thënë, rihun ta'taridu fir ra'si tadribu l'uruk. Ka thënë alayhis salam, një lloj ere e cila futet me fuqi në kokë dhe i godet domart dhe shkakton dhimbta. Apo është rregullim? Është rregullim. I ka thënë jo, nuk më ka godit kur. Pra as ethe, as krija s'm ka dhimbë, nuk jam smu asnjëherë. A është kjo shenjë e mirë? Jo të ndëruar xhamatli.
Jo, sepse nuk kena ardhur në dunja mos më na dhim krija. Nuk kena ardhur në dunja mos më mërzit kur. Nuk kena ardhur në dunja mos më lodh. Jo, kena ardhur më lodh, kena ardhur më mërzit, kena ardhur më pikëllue. Kjo është normaliteti i dunjës. Kjo është normaliteti i dunjës. Na kena gjuna dhe këto gjuna do mbi la. E kur Allahu dikujna nuk i çon as i smuje, ai nuk ka të dash me la runa Zot. Dëgjoni çka ka thënë pejgamberi alayhis salam vazhdim. Falamma qam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuaj bedevia, ka hec. Dhe kur ka hec, ju ka thënë pejgamberi të pranishmeve. Men sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nari, falyanzur. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush ka qef me e pa çish duket një banor i xhenemit që në takshire. Çka ku e ka? Atë kanë rogë të njarë e thot? Jo kur valla. Atë ka dhim krija? Qish dhem krija? Se ka ditas qish dhem krija? Kjo, a është normalitet? Dikush thot normalitet o? Jo, nuk ka normalitet. Sepse, a i di shka i be, mës me dhim kur krija? Melek. Meleku që dhem krija? Ama meleku s'ban gjuna? Meleku që rokin e temperatura e thot? Ama meleku s'ban gjuna? Andaj kër e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala Ademin a.s. Qka i ka thonë melekët? E te gjallu fija, me jufsidu fija. Ti o Zot, pse be krijon një njeri, po ki ban fesad, ki ban fesad. Dhe në komente që shka arë, ki ty këshirë punë të veta, ku ta këshirë trupin e vetë, epshin e vetë, ki ban fesad. Ki tu këshirë me mërë pare ma shumë, ki ban fesad. Pra, ki qashtu e ka përbërjen që i ban fesad. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ka thonë na, as gjuna, as mëkat, çka thuj ti bojna? Të lashtsojmë, të madhrojmë, të bëjmë ibadet, me sejdë, me ruku, në qiyam. Ama Allah ka thonë, inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di diçka tjetër, çka nuk dini ju, dhe kam mshel këtë debat. Mirë po, tani, kur një njeri që o pi gjakit, pi damarit, pi oksigenit, pi ujit, kur nuk e rok dhimta, kur nuk i dhem kur gjo, kur nuk e shqetson kur gjo, kur nuk i turbullohet kur gjo, a kjo shenjë mirë? Jo të ndëruar që mbarli. Sepse ki njeri arte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam? Shiko pyetja e parë, ka se e pas që kyt piqasaj natyra, e se tha, ki pas të i herë. Andaj ka arë transmitim tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, mos i shani ethët. I ka po dikush për njerëzve, e shanë. Çka marrë kjo smuje, mlodhi kjo smuje, edhe kështu më radhë, dhe fillon dhe ofendon. Ka thënë alaihi salatu wassalam, mos i shani ethët. Pse? Sepse ato ju pastrojnë për gjunave. Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu an, kur ka qenë në Sham, në ato ekspeditat një pasqeshme që kanë pasur në shirimin e tokave islame, tokave të muslimanëve që i kanë bë prej tokave të Sirisë së sotshme, e ka kap një lloj sëmundje e cila i ka myt sahabët. Diku 30.000 sahabe i ka myt sëmundja. Kur ja ka filluar mi pa të tjerë, se për ju bes sëmundja pi myt. I ka arrejni Abdullah ibn Mes'ud radhiyallahu an. Si e ka prit? Kur ja ka nis smunja mi ron gisht, i ka ron lëkur, ja ka hangur lëkurën e i ka myt. Kur i ka ron gisht, ka thon ajde bismillah. Pse? Se e ka ditë që o pastrim. E ka ditë që shehidllëki edhe pastrimi gjunave o që aty. Ka thon ajde me bismillah nisja, pra në tja filloj e smunja. Na nuk jena atë kategori. Nuk banë mi thonë dikujna ajde me bismillah kanë, jo. Nuk banë ashtu. Mirë po, ti për vetin tanë, kur që të rokë një smunje, kur të njohë një bela, kur të njohë një vështisi, një lodhje, gjëja parë që duhet me qkundër me në cilë, unë jam dunja, unë jam mëkatar. Sa gjunarës më kanë la, nashta që kësë muje mi la. Abdullah ibn Mubareki, rahimahullahu, dhe ishte djetari hadithit, edhe usmuen shtratin e vdekës. Edhe njani për njerëzve ardhen dalebe me vizitue. Edhe njëri prej tyre i cili kishte pas një hadith jamore. Abdullah ibn Mubareki u tha familjes vet, ama ngjyrën edhe fletën. Ato thonë, o e nderum, jetu dek. Tha ama ngjyrën, bojën, lapsin, edhe një fletë. Edhe i tha këti njeriu, ki hoxhës i cili ardh vizit, tha ka mundsi një hadith me më kallzu ti çka e di? Ato e mëshirun, thanë, o hoxhë, jetu dek, në smundje. Tha ndoshta atë hadithin me të cilin Allah i më mëshiron dhe mi fa gjunat, Allah se kam shkrujt. Nashta ti Allah jo smuja shka të lanë për gjunave s'ka ra. Nashta Allah jo shqetësimi shka të lanë për ki gjunave s'ka ra. Nashta ki bani gjunat të dikun që aj e meriton aj gjunat për mu ba barabar,
10 vetë shqetësim me ta që Allahu xhelel xhelalu. Nashta nuk e dim na. Po, ti gjithmonë komentoj bela dhe shqetësime dhe smundjet, kam bëu në mëkate, kam bëu në gjunahe, kam bëu padrejtësi, dhe ti thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, smundja të kallzon sa i keq o gjunaj, apo atë vjen ran kur ki temperaturë. Apo, po kur keve i shëndetshëm, kur e bësh gjunajin, dvik e mirë, dvik e këndshëm, u zbavitshë. Apo, ama ka mundësi kish ka këtu dikush dëtsi. Ti kur ki bëu zullum, ka mundësi dikush ja ki jep temperaturën. Ti ka mundësi e ki smu ata. E Allah ta qëni smuje, pastroju, qështu e ke lanë efektin të ikon tjetër. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasallam këtyre njerëzve, tha, doni me pani banor xhenemit, Allahu na ruaj pi xhenemit, ya rabbul alamin. Shiko, kjo temperatura ka nis mundëzeta na, e kur mini vrena s'po durohet, apo? Po para me temperatura xhenemit, runa Zot. Tha alayhi salatu wasallam, kush do me pani banor xhenemit, që ku e ka? Ai shkoj. Pse i tha ti? Ka thënë komentatorët, sepse një njeri i cili bën mëkate, bën gjunahe, dhe kur se rok smundja, kur belaja, kur me kur gjanë nuk sprovohet, Allah i s'do me pastruat njeri. E le me jetu si jetojnë baktia, edhe në fund e fut në xhenem. Këto janë hadithet të cilat i ka sjellë Imam Buhariu për të na rrëfyer neve dhe për të na udhëzuar neve me fjalët e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se smundja është shërim edhe mjekim i gjunaheve tona. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allah të na pastron pi gjunaheve, Allah të na lan gjunahet tona. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allah të na bën prej të devotshmeve, prej muslimanëve të mirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhel xhelalu na jap shëndet, të cilin shëndet ne e shfrytëzojmë për adhurim, të cilin shëndet ne e shfrytëzojmë për vepra të mira. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu të sëmurët e muslimanëve, Allahu të shëron, Allahu të mjekon, Allahu t'ju jap Allahu xhel xhelalu për shërimeve më të lehta të cilën ka mundësi ka përcjell njeriu sëmundjet e kësaj bote. Lutim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që të udhëzohemi me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, me fjalët e Zotit ton xhel xhelalu. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhel xhelalu aty ku ja kemi qelluar, Allahu të na shpërblej, ajo ka qenë prej Zotit, e ku të që kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allah të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.